Kalojmë tek pika 2 të rendit të ditës. Siç e shihni edhe nga agjenda, si pikë e rendit të ditës tani është për tu trajtuar njoftimi I prokurorit Jeton Koca, është prokuror në Prokurorinë Themelore në Prishtinë, Departamenti I Përgjithshëm, për dorëheqje nga pozita e prokurorit të shtetit. Ju njoftojmë se me datë 13 shkurt 2026 kemi pranuar nga prokurori I Prokurisë Themelore në Prishtinë, zoti Jeton Koca, njoftimin për dorëheqje nga pozita e prokurorit të shtetit. Zoti Koca në njoftimin ka cekur se arsyet e kësaj dorëheqje janë të natyrës personale dhe se nuk do t'i bëj publike me këtë dokument. A ka dikush që dëshiron ta marrë fjalën? Po urno, zëvendës kryesues. Fjala për ju. Faleminderit, mirëmëngjes për gjithë, përshëndetje nderuar kryesues, të nderuar anëtar të Këshillit. Duke njohur provojën e zotni Koca, unë shfrytëzoj rastin ta falenderoj për angazhimin dhe kontributin e dhënë në sistemin prokurorial. Natyrisht që provoja atje dhe jashtë institucionet të Republikës Kosovës I ka bën derë dhe mirë sistemit prokurorial. Megjithatë, me që lidhet me motive personale, të cilat edhe njëjti nuk I ka thënë, unë dëshiroj të shfrytëzoj rastin ta falenderoj për angazhimin, për kontributin, për bashkëpunimin që ka dhënë në sistemin prokurorial të Kosovës. Besoj dhe uroj që zotni Koca kudo që do të vazhdoj rrugtimin e tij profesional, si njëri për juristëve më të mirë që kemi ne, do të kontribuoj dhe natyrisht që do të kujdeset edhe atje të ruaj rolin edhe integritetin e prokurorit shtetit. Faleminderit. Faleminderit zëvendës kryesues. Urimit I bashkangjitem edhe unë për kontributin që e ka dhënë. Natyrisht është e drejtë e secilit që zhvilloj karrierën kudo që ai ose ajo dëshiron. Po, Elza, urdhon ju. Faleminderit kryesues, atëherë I nderuar kryesues, I nderuar zëvendës kryesues, të nderuar kolegë anëtar të Këshillit, të nderuar përfaqësues të mediave, partnerëve ndërkombëtar dhe shoqërisë civile dhe të gjithë të tjerë. Në fakt urimit të zëvendës kryesuesit padyshim që I bashkangjitem edhe unë, sido që të jetë, I urojmë suksese kudo që të vazhdoj karrierën e tij prokurore Jeton Koca. Gjithsesi unë do doja të shohem në dy pika. Padyshim se kjo është e drejtë personale secilit që të vendos të jap dorëheqje ose të qëndrojë në një punë, mirë po mendoj që sidomos raste të tilla kur jepet dorëheqja pas një viti, vetëm një vit punë në mandatin fillestar, kur është bërë një investim nga ana e Këshillit, nga ana e Akademisë së Drejtësisë, besoj që është jo korrekte. Prokurori ka cekur që janë arsye thjesht shumë personale, e të cilat nuk don t'i bëj të ditur, ndoshta mund të jenë arsye shumë personale që nuk mundet t'i ndaj patjetër me neve, por mendoj që dhënia e dorëheqjes në këtë mënyrë është jo korrekte edhe për Këshillin edhe për kolegët prokuror. Këshilli ka investuar në prokuror, ka llogaritur në këtë prokuror, ne si prokurori që e kemi pasur prokuror kemi llogaritur në bashkëpunimin e tij dhe pastaj pas një viti ti merr 12 paga, të punoj vetëm gjatë kohës sa është një komoditet I punën si prokuror, mendoj që nuk është korrekte. Unë I kisha dhënë 2 këshilla për neve, një këshill për neve si këshill dhe për gjithë ata që synojnë nesër të kandidojnë edhe të hyjnë në procedura të rekrutimit për prokuror të shtetit. Prokurori I shtetit, puna e prokurorit të shtetit nuk është një vend pune, nuk është një privilegj me një pagë të mirë, por është një vend që kërkon përgjegjësi edhe duhet përkushtim I madh për me punu. Kështu që ne nuk mund të hyjmë në konkurrencë, të zgjedhemi edhe pastaj të japim dorëheqjen. Ndërkaq për neve si këshill kjo duhet të jetë një këshill që në të ardhmen të zgjedhim vërtet persona që e meritojnë dhe janë të denjë për të punuar si prokuror. Gjithsesi është tashmë e shkruar kjo dorëheqje, ne nuk kemi çfarë të bëjmë tjetër, por në të ardhmen ndoshta duhet edhe të parashohim në rregullore të rekrutimit ndonjë mos ose ndonjë procedurë që të paktën gjatë 3 vjeçit të shqyrtohet nëse lejohet ose jo dorëheqja për ndonjë arsye shumë thelbësore. Duke njohur jetonin edhe para periudhës kur ka qenë prokuror, mendoj që kontributi I tij duhet vlerësuar dhe çmuar nga Këshilli. Për te letrës cilën e ka adresuar që e kemi lexuar gjithë, unë nuk I di arsye tjera, por vërtet është për keqardhje që po largohet një prokuror I mirë, në cilin edhe ne si sistem, veçanërisht prokuroria në Prishtinë kanë llogarit në të, por sidoqoftë proceset duhet vazhdojnë, ndërkaq raste të tilla uroj që të jenë sa më të pakta, sepse vërtet ne kemi nevojë më shumë për prokuror, për shtim të prokurorëve, për rekrutim të ri të prokurorëve. Gjitha prokuroritë veçanërisht përsërin prokurorinë në Prishtinë, dhe kjo nuk është një lajm I mirë, por sidoqoftë
dorëheqja është vullnetare, e parevokueshme dhe në vullnetin e tij. Kështu që nuk kam çfarë të shpej tjetër veç ta falenderoj edhe ndih Nikos Këshkëshardhje që ne kemi një prokuror dhe pak se nësë Faleminderit prokuror Milat. Është tjetër? Mirë, atëherë më qenë se është erë diskutimi lidhur me këtë çështje dhe me këtë pikë, bazuar në 27, paragrafi 1, në paragrafin 1.1 ligjit numër 08, fraksion 167 për prokurorin e shtetit, kush është për aprovimin e kësaj dorëheqje? Kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatoj se me 5 vota për, asnjë abstenim, asnjë kundër, miratuohet dorëheqja e prokurorit Jeton Koca dhe bazuar në 26, paragrafi 1 ligjit në fjalë për respektivisht ligjit 06 L 056 për Këshillin Prokuror të Kosovës, ky propozim do t'i dërgohet presidentit për lirim nga detyra e prokurorit të shtetit Jeton Koca. Në vijim, siç u dakorduam edhe në fillim të plotësim ndryshimi i rendit të ditës, si pikë për ta diskutuar sot në këtë takim, kemi kërkesën anëtares së Këshillit Prokuror të Kosovës, zonja Elza Bajrami Kastrati. Ashtu siç ju njoftova në fillim të këtij takimi, sot përmes email-it zyrtar kam pranuar nga prokurori i prokurisë themelore në Prishtinë zotit Senullah Gashi, pra një njoftim lidhur me dorëheqjen e anëtares së Këshillit Prokuror të Kosovës, zonja Elza Bajrami Kastrati, nga pozita e zëvendës për prokurorës së kësaj prokurie, të cilën e njëjta ka dërguar pra me datë 06 kur edhe ka dhënë betimin pranë këtij këshilli. Lidhur me këtë, veç për hir të opinionit publik, t'ju njoftoj se me hyrjen fuqike për ndryshimit të ligjit të ri të Këshillit Prokuror, nuk është lënë mundësia që të jesh njëkohësisht edhe prokuror apo zëvendës prokuror, por njëkohësisht anëtar i Këshillit. Prandaj, si e tillë kërkohet domosdoshmërisht që ta mbash njërin funksion. Në rastin konkret, në rastin e dhënies së betimit, obligohet pra secili anëtar që të jep dorëheqje nga pozita që ka pas paraprakisht si zëvendës, gjithmonë po themi si zëvendës kryeprokuror, sepse njëjta pasi që të mbaron mandatin këtu, kthehet si prokurore pra në atë prokurori sipas legislacionit që kemi në fuqi, sepse edhe dispozita tjetër në kuadër të këtij ligji kërkon që anëtarët të ushtrojnë pra këtë funksionin me orar të plotë. Pra nuk lejohet që të jesh njëkohësisht edhe prokuror edhe anëtar këshilli as më tepër në zëvendës për prokurorin në prokurit të caktuar. Kaq për sqarim të opinionit publik. A ka dikush që dëshiron të marrë fjalën lidhur me këtë kërkesë të zonjës Bajrami? Mirë. Me qenë se nuk ka, kush është për aprovimin e kësaj dorëheqje? Kundër nuk ka, abstenim është 1. Pra jemi 4 vota për, kundër nuk ka, abstenim është 1. Duke qenë se pika 4 e rendit të ditës ka të bëjë me kërkesën për fillimin e time nga autoriteti kompetent bazuar në 14 paragrafi 3 të ligjit numër 06 L 56 për Këshillin Prokuror të Kosovës, si dhe në 10 paragrafi 2 të rregullorës numër 05/2019 për procedurën disiplinore të prokurorëve, propozoj që pikat në vazhdim të trajtohet me dyrë të mbyllura. Pra, për përmimin tuaj, tani ta kemi një kërkesë që vjen nga autoriteti kompetent në një procedurë disiplinore, pikërisht ka qenë kjo kërkesë arsyeja që sot kemi caktuar këtë takim të jashtëzakonshëm, për shkak se afati për trajtimin dhe vendosjen lidhur me këtë kërkesë nga autoriteti kompetent është pikërisht sot, s'ka dhënë si afat i tillë. Prandaj edhe jemi munduar që si çështje të tillë ta trajtojmë dhe ta marrim pra brenda afatit për ta vendosur. Po njëkohësisht ashtu siç e cek edhe ligji dhe rregullore, parashet që këto çështje të trajtohen me dyrë të mbyllura. Prandaj kush është për që kjo çështje të trajtohet me dyrë të mbyllura? Për shkak se rregullori janë në obligon. Kemi 5 vota për, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatoj se me 5 vota për, kundër asnjë, abstenim asnjë, pika 4 do të trajtohet me dyrë të mbyllura, që ka bëjë pa me themelimin e panelit hetimor në një rast disiplinor që ka ardhur nga prokuria themelore në Prishtinë, respektivisht autoriteti kompetent që është pranë kësaj prokurie.